Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do habiteni kur të mësoni se kumbullat jeshile shërojnë këto probleme që as nuk i keni menduar. Përbërësit janë 1 kg kumbulla shahine, 1 kg sheqer kaf, 1 kavanoz qelçi ose një enë mjaftueshëm të madhe sa për të nxënë kumbullat dhe sheqerin. Udhëzimet: lajni dhe kullojini kumbullat, lëreni të thahen plotësisht për disa orë. Nëse dëshironi, mundet t'i shpërndani në një tepsi dhe t'i thani natyralisht. Gjatë tharjes pastroni mirë kumbullat nga bishtat ose gjethet e mbetura. Heqja e bishtave nuk është e detyrueshme, por në fund të procesit ato do të lundrojnë në sipërfaqe dhe do të duhet ta kulloni shurupin për t'i hequr ato. Për më tepër, bishtat rrisin gjasat e formimit të mykut në këtë shurup. Hidheni kumbullat e kalbura sepse ato do të prishin shurupin. Sterilizojeni kavanozin e qelçit duke e pastruar me ujë të valuar ose alkol. Hidheni sheqerin dhe kumbullat në shtresa dhe në sasi të barabarta. Sheqeri duhet të hidhet mjaftueshëm sa të krijojë një shtresë të hollë sipër kumbullave. Mbulojeni kavanozin me kapak dhe lëreni në një vend të freskët për 90 ditë. Gjatë këtyre ditëve përzijeni shurupin çdo 2 ditë për rreth 7 deri në 10 ditë. Në këtë mënyrë, sheqeri do të shkrijë tërësisht në lëngun e kumbullës. Përzierja duhet të vazhdojë her pas here në harkun kohor të 80 ditëve. Nëse vini re se kumbullat në sipërfaqe kanë marrë një ngjyrë të ndryshme ose njolla të bardha, përzijeni shurupin mirë. Sekreti i shurupit të mirë të kumbullës qëndron tek sasia e barabartë e frutave me sheqerin, por në varësi të madhësisë dhe lëngut të kumbullave ju mund ta ndryshoni recetën në 1 kg kumbulla me 1,5 kg sheqer. Në vitet e fundit studimet kanë treguar se sasia e madhe e acidit citrik tek kumbullat e ndihmon organizmin të largojë acidin laktik, rrjedhimisht të shërohet më shpejt. Kumbullat shahine ndihmojnë në sekretimin e gjëndrave të gojës dhe enzimave të tretjes duke përmirësuar të gjithë procesin në tërësi. Shurupi i kumbullës shkatërron bakteret të dëmshme dhe ndihmon kundër diarresë duke përmirësuar funksionin normal të zorrëve. Pirja e shurupit të kumbullave me ujë gjithashtu arrin që të përmirësojë ndjeshmëtretjen, sidomos nëse e keni tepruar me të ngrënurit, dhe ajo forcon imunitetin dhe ju jep energji të madhe për organizmin. Fundi i prillit, maj dhe qershori janë muajt e vetëm të vitit për të shijuar kumbullat shahine. Të gjithë kujtojmë si kumbullat të fëmijërisë dhe secili mban mend me saktësi se sa copa blije me një monedë. Kumbullat shahine janë ato të rrumbullakta, të gjelbra, shpesh të tharta dhe as pak të buta në kafshim që të gjithë ja kujtojmë shijen. Emri kumbull shahine është përcaktim shqiptar, në të vërtetë në botën emri i tyre, janerik, vjen nga turqishtja e vjetër dhe ka një kuptim të mrekullueshëm. Do të thotë thjesht kumbulla e shpirtit. Ndoshta prandaj nuk e harrojmë dot asnjëherë. Në disa zona të Shqipërisë, kumbullat shahine përdoren gjerësisht në kuzhinë për përgatitjen e reçelit dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Ndërkohë që ato kanë gjetur përdorim edhe në mjekësinë bimore, dhe nga ana tjetër, frutat e saj të papjekura kanë një shije tërësisht të thartë, ndërsa në kohën e pjekjes ato janë më të ëmbla. Kumbullat shahine si fruta janë të dobishme dhe të pranueshme nga stomaku pasi kanë veti shumë të mira tretëse. Ato janë pastruese të lehta të aparatit tretës, pastrojnë gjakun me elemente të tjera dhe luftojnë anemin. Madje ato përdoren me sukses kundër sëmundjeve të mëlçisë. Kumbullat konsumohen të freskëta, por me to përgatitet reçel, marmalat, shurup, raki e të tjerë. Kumbullat pëlqejnë edhe kur s'kanë arritur pjekurinë e plotë, ato janë freskuese, shuajnë etjen dhe hapin oreksin. Kumbulla është një frut diuretik shumë i mirë pasi largon
ujërat e tepërta nga organizmi. Frutat e kumbulla kanë vlera të larta ushqimore, ato përmbajnë 8 deri në 20% sheqer natyral, acide dhe pektin. Kumbulla shahine përmban kripra minerale të kalciumit, kaliumit, magnezit dhe hekurit. Kumbulla është e pasur me kalori, proteina dhe vitamina A, C, B6 dhe D. Kumbulla shahine përmirëson sistemin tretës dhe forcon trupin tuaj që të jetë më rezistent ndaj sëmundjeve. Ruan shëndetin e zemrës, parandalon gjithashtu ngritjen e kolesterolit në gjak, atakun në zemër, çrregullimet e rrahjeve të zemrës dhe gjithashtu këto fruta ndihmojnë sistemin tretës, lëvizjen dhe pastrimin natyral të zorrëve. Përmirëson gjithashtu shikimin. Ngrënia e 3 kokrave të kumbullës në ditë zvogëlon rrezikun e degradimit makular. Kumbullat mbrojnë oksidimin e kolesterolit në enët e gjakut dhe nga ana tjetër aktivizojnë punën e veshkave. Ato ndihmojnë edhe në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe nga ana tjetër ndalojnë anemin. Kumbullat shahine largojnë gjithashtu kolesterolin dhe toksinat nga trupi dhe lodhjen. Ato janë të dobishme për të sëmurët me diabet dhe funksionojnë edhe si parandalues të tij. Kumbulla gjithashtu ndihmon edhe për shëndetjen dhe formimin e kockave, përmirëson dendësinë e tyre që shkaktohet edhe nga mosha. Ndihmon edhe shëndetin e sistemit tuaj nervor, përmirëson gjithashtu kujtesën, largon stresin, përmirëson gjumin dhe oreksin. Me bollokun e vitaminave që ato kanë, kumbullat shahine parandalojnë infeksionet, janë të dobishme për gratë shtatzëna, shëndetin e qelizave të gruas dhe zhvillimin e kockave të fëmijës. Kumbullat shahine e mbrojnë lëkurën tuaj nga ndikimi i radikaleve të lira, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe metabolizmin, ruajnë lëkurën nga shfaqja e akneve dhe gjithashtu kumbullat parandalojnë shfaqjen e rrudhave, ripërtërisin qelizat e lëkurës dhe shërojnë plagët. Kumbullat shahine bëjnë lëkurën më rezistuese ndaj rrezeve të diellit. Ngrënia e tyre ndihmon për flok të shëndetshëm dhe të fortë, madje arrin të largojnë edhe zbokthin. Me pak fjalë, mos i ndani kumbullat shahine nga vetja, konsumojeni se vinë vetëm një herë në vit. Gjithashtu, kumbullat të shoqëruara me krip apo jo, janë fruti më i mirë i sezonit dhe gjithashtu kumbulla përmirëson sistemin tretës dhe forcon sistemin imunitar, i bën mirë zemrës dhe parandalon ngritjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ataket e çrregullimeve të rrahjeve të zemrës. Kumbullat jeshile pastrojnë në mënyrë natyrale zorrët, prandaj shfrytëzoni sezonin për të pastruar trupin. Ndikojnë gjithashtu në përmirësimin e shikimit dhe aktivizojnë punën e veshkave. Një tjetër vlerë e tyre është aftësia për të ndikuar në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe për rrjedhoj për të parandaluar anemin. Edhe diabetikët duhet që t'i kenë këto kumbulla shahine në listën e ushqimeve të tyre të përditshme sepse janë parandaluese të diabetit. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.